Fermeri refuzon milionat për tokën, vjen të mbjell patate në mes të pallateve. Një histori e veçantë në Adana të Turqisë po tërheq vëmendje të madhe në rrjetet sociale. Një fermer ka vendosur të mos e shes tokën e tij, edhe pse ajo ndodhet mes pallateve dhe vlera e saj në tregun imobiliar është shumë e lartë, duke vijuar të merret me bujqësi dhe të mbjell patate. Sipas raportimeve, toka është rrethuar nga ndërtesa shumëkatëshe, ndërsa investitorë të ndryshëm i kanë ofruar fermerit shuma të konsiderueshme për ta blerë. Megjithatë, ai refuzon çdo ofertë duke zgjedhur të vazhdoj punën e tij në bujqësi. Një qytetar ka reaguar me tone kritike ndaj këtij vendimi duke deklaruar se fermeri fiton maksimalisht rreth 1.5 milion lira turke në vit nga bujqësia, ndërkohë që po ta shiste tokën, vlera për metër katror do të arrinte 5 deri në 6 milion lira. Sipas tij, bujqësia nuk është më e levërdishme në kushte të tilla. Nga ana tjetër, shumë qytetarë dhe përdorues të rrjeteve sociale e kanë mbështetur fermerin duke vlerësuar qëndrimin e tij për të mos ju dorëzuar tokën ndërtimit dhe për ta ruajtur aktivitetin bujqësor. Historia e tij është kthyer në simbol të qëndresës ndaj betonizimit dhe të dashurisë për profesionin, ndërsa komente në rrjete theksojnë se nëse shumë njerëz do të qëndronin besnik punës së tyre dhe do ta mbronin atë me kaq shumë përkushtim, edhe ekonomia do të ishte në gjendje edhe më të mirë.